Në kuadrin e vizitës së saj zyrtare në Shqipëri, Ministre e Drejtësisë italiane Paola Severino Di Benedetto e shoqëruar nga ambasadori italian Massimo Gajani, si dhe nga zëvendësministri i Drejtësisë së Shqipërisë Ermal Dobi, zhvilloi një takim me profesorët dhe studentët e Universitetit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë në Tiranë. Gjatë vizitës ishte i pranishëm dhe nunci apostolik në Shqipëri i Mzot Ramiro Molinar Ingles. Në fjalën e tij, rektori i Universitetit Katolik Zonja e Këshillit të Mirë profesor Paolo Ruati bëri një paraqitje të shkurtër të ofertës formuese të universitetit që lëshon diploma të përbashkëta me universitetet italiane të Romës, Milanos dhe Barit në degët mjekësi, stomatologji, fizioterapi, infermieri, farmaci, ekonomi dhe menaxhim ndërmarrje dhe shkenca politike dhe studime evropiane. Ci siamo proposti e impegnati a formare qui in Albania professionisti seri. Jemi të impenjuar këtu në Shqipëri të formojmë profesionistë serioz, përmes metodologjisë dhe programeve të studimit të një niveli evropian. Kemi sjellë në Shqipëri të gjitha eksperiencën njerëzore, kulturore dhe shkencore italiane, së bashku me dëshirën për të bërë diçka të re. Jemi të bindur se po kontribuojmë në një mënyrë të dukshme e konkrete për arritjen e zhvillimit të shoqërisë shqiptare. Si Universitet Katolik jemi të interesuar të përcjellim të rime jo vetëm shkencën, por edhe vlerat njerëzore që mund të ndihmojnë për të formuar si njerëz me vizion global. Shpresojmë që t'ja arrijmë. Ky është qëllimi ynë, edhe pse e dim që rruga është e gjatë dhe e vështirë, por megjithatë kemi vendosur ta përballojmë këtë sfidë dhe kemi besim se do t'ja arrijmë ta realizojmë qëllimin tonë. Ma proprio per questo, essendo un grande rischio, noi lo affrontiamo. Ministrja e Drejtësisë italiane, e cila vjen nga bota akademike, gjatë përshëndetjes së saj theksoi se sa e rëndësishme është për të dyja vendet një nismë kaq e madhe kulturore, e cila si pasaj bën të mundur shkëmbimin kulturor me studentëve shqiptar dhe atyre italian. Voi siete giovani che vi sacrificate per ottenere dei risultati. Ju jeni sot të rinj që po sakrifikoni për të arritur rezultate të larta. Ju të rinj italian keni lënë familjet për të studiuar këtu në Shqipëri dhe përmes sakrificave do të arrini të realizoni sfidat tuaja në jetë. Besoj se hap pas hapi në jetë ju do të kuptoni se nuk ka pengesa për të arritur rezultate të rëndësishme. Nuk ka pengesa të karakterit ekonomik apo ndasi gjinore, nëse besoni në meritat. Nëse besoni në kulturë, nuk ka pengesa dhe ju jeni këtu për të treguar se kultura dhe edukimi që merrin në këtë universitet është një mundësi e madhe që ju jepet dhe kjo fal meritës tuaj. Vi dà una grande possibilità di dimostrare che il vostro merito. Duke ju referuar nismës më të re të universitetit për hapjen e degës së masterit për mjekësinë ligjore, Ministrja italiane e Drejtësisë përgëzoi drejtuesit e Universitetit Katolik dhe inkurajoi studentët të frekuentojnë këtë degë sa të bukur dhe të vështirë. Realizimi i masterit të nivelit të dytë në mjekësinë ligjore ka për qëllim të përgatisë profesionistë shumë të kualifikuar në fushën e patologjisë dhe antropologjisë mjekoligjore, të gjenetikës mjekoligjore dhe të toksikologjisë mjekoligjore, në mënyrë që këta ekspertë jenë në gjendje të përgjigjen kërkesave të hetimeve të organeve të drejtësisë.